si të përfundojnë. Unë ju referova analizave që kam dëgjuar këtu, në vazhdimësi. Unë besoj që do t'jetë më pozitiv për lëvizjen edhe nëse ne do t'i kemi numrat për qeverisur të vetëm, me bashkëpunim me komunitetet, unë besoj që do t'jetë ashtu, por edhe në rastin kur s'ka qenë ashtu, edhe individualisht unë e kom favorizu gjithmonë e kom avoku për një opcion të bashkëpunimit, që oferta parti bëhet LDK-s, sepse ka qenë po flas për mandatin paraprak. Unë besoj që në shumë aspekte edhe në mandatin paraprak. Do të preferonit ju që edhe po që se i keni, supozojmë, 50%, do të preferonit që të bënit një qeveri vetëm me komunitetet, në krejtë rrethonat cilat jemi mbi t'i ardhshëm. Besë nuk poshtë mo, që unë e favorizoj bashkëpunime edhe me subjekte tjera, të asa me LDK-n edhe AK-n, këm pas një qasja dhe në Komision për Bugjet, atë kurs të veprime, këm njekë vazhdimisht, e cila bëhet në baza programore, edhe për interesat të veçanta të shtetit. Dhe unë besoj që ato jenë të bashkëpunime të natërshme, që ndodhë për jo për shkak të vullnetit tonë, po për shkak të vullnetit të qytetarëve, dhe ne kemi për detyrë që të bashkëpunojmë, sepse kështu ka qenë mandati i qytetarëve, ka qenë zëri popullit. Edhe unë besoj që natë një, por ka një nuk varet edhe shumë që ka kërkojmë ne, varet edhe kundërshtari çfarë po dënë, tek LDK-ja ka pasur vështirësi, kishte mundësinë që ju bë ofertë disa herë që të bëhet një qeveri koalicioni dhe bashkë me nismën ne mund të sillim edhe presidentin, diskutimet kanë qenë të sinqerta, kërkesat ka qenë zyrtare, por shikoj ne kemi edhe miq ndërmjet subjekteve dhe ju kemi referu, domethënë dëgjoj sa i përket çështjes së saj, veç a keni vullnet dhe mundësi, unë ju garantoj për sinceritetin. Mirë, po s'kishte vullnet, domethënë eventualisht kur LDK-ja thëp do të më ardhë dhe PDK-ja. Nuk kemi mundësi. Dhe duke sigur pikërisht ky refuzimi i LDK-s për të bërë qeveri me ju në nivel vendi, u kthye në një lloj inati që po prodhon gjithçka edhe në nivel komunal krejt këtë blokadën. Ashtu po interpretohet në opinion. Po i referon gjithnjë por mund t'ja japi vetëm përvojën dhe përshtypjet e mia. Forca e cila garanton qeverisje, siguri dhe stabilitet, 2 modernitet, dhe mbi gjitha ju rikthem në të kaluamën. Na nuk e kemi një jetë më kthyt brapa. Nuk guxojmë më kthy prapa tek metoda, mënyra e vjetër e bërjes politike, domethënë që po mirë, pse që tani nuk e përmendni fare PDK-n si mundësi partneriteti me ta në qeverisjen e ardhshme? A do të ketë sërish vit kuqe për PDK-n? Unë nuk isha hinë ato diskutime, personalisht kundërshtoj një. Jo si është disponimi në parti, se përmendet LDK-n më jam i sigurt që personalisht nuk mbështes një koalicion të tillë, për shkak se s'ka pas një katarës politike brenda PDK-s. Politikbërja dhe interesi shtetëror duhet jetë parimor, i basuar edhe konsenzusit që ndodhen dhe kompromisat duhet jenë të ndërtuara në parime. Dhe parimi numër 1 dhe interesi kryesor i qytetarëve të Kosovës është metodat e vjetra të politikës së vjetër, që është pazari, monopolet, këto nuk shkojnë në Kosovë. Nuk tolerohen as nga logjika ekonomike, as nga logjika jonë kushtetuese, kështu që e vjetra nuk rikthehet dot. Apozimi me pronën publike, privatizimet e tmerrshme që kanë ndodhur, pastaj monopolet që janë vendosur, janë toleruar ndër vite, edhe vendosja kontrollit të një grushti njerëzve që unë i referohem si oligark, nuk ka mundësi. Vendimarrja duhet i takon qytetarit, ajo duhet jetë parimore dhe interes publik. Mund të jemi në një situatë kur mund të jemi në një situatë kur LDK-ja do t'i refuzoj sërish. Çka atëherë? Ajo është hipotetike, unë besoj që më e mira do ishte, edhe e them me përgjegjësi të plotë dhe ky do të jetë edhe komunikimi që do ja bëj të gjithë qytetarët të Kosovës. E di që ka rezervë, unë mund ta japi vetëm perspektivën tim. Dhe perspektiva e cila është bazuar në 4 vjet punë intensive në kuvend. Për çdo detaj, të gjitha ligjet, të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare, të gjitha auditimet e mundshme, të institucioneve publike dhe sektoreve që ishin kanë ardhur kryesisht me iniciativën tonë për të mbrojtur interesin publik. Dhe e them me përgjegjësi të plotë, në këtë rrugtim nuk ka qenë PDK-ja. Nuk shoh qëllimet, orientimi i popullit të Kosovës dhe i Kosovës është një modernizim i shpejt drejt praktikave europiane, që shumë është me rëndësi, integrimi euroatlantik, mirëqenia sociale, të gjitha që to kishin mujtë më bo edhe vite më herë. Po e qartë, krejt e qartë, por për te dëshirave, realiteti po flasë që kemi parë që është e pa mundur, ndodhi një herë të ketë një qeveri pa koalicion me opozitën, pritët mos ndodhë më.
po i referohem gjithë një analizave që kam dëgjuar. Por, kam dëgjuar edhe diçka tjetër e më ka bërë përshtypje. Eksponentë të tjerë të vetëvendosjes thonë që nuk kemi biseduar fare për emrin e presidentit. Si ka mundësi të mos bisedohet fare për emrin e presidentit ose presidentës kur afati po ofron? A qëndron kjo? Apo edhe bisedoni nuk po doni të regoni në publik? A është shqetësimi juaj se kush do jetë figura që do jetë kreu i shtetit dhe si do arrini konsenzusin për të mos e quar vendi në krizë është gjithnjë, sepse fundja kushdo që tjetë, nëse është shteta si Kosovës, i pa denuar, plotson kriteret tjera, le të jetë. Por, për të mos e quar vendi në krizë, a ju shqetëson kjo, a e diskutoni brenda këtë emër? Kështu, arsye pse ekzistojnë gjitha institucionet është për të arritur checks and balances. Kjo është kom për llogaridhënien edhe për mirësimin e demokracisë. Edhe secili institucion e balancon tjetrën dhe rrjedhimisht unë nuk favorizoj praktikën e pazareve për pozita të caktuara. Pse sepse është jo pazare, por gjithsesi mund të ketë një figurë që edhe të arrihet konsensus për të. E shkel qëllimin e ekzistencës atyre pozicioneve. Unë e favorizoj një qasje ku qeveria diskutohet, veçmas ku vendi diskutohet, veçmas presidentit. Kura presidentit është ndryshe, nuk ka të bëj aq me meritokracinë sa me konsenzusin politik. Pra, me aq sa kemi po. Unë e fash edhe më herët, qasja jonë që në favorizë, ku vendi nuk mund ndërlidhet me ekzekutivin. Edhe në bas tak... Jo po flasë brenda subjektit vetëvendosjes, jo në kuvend, jo si deputet, si institucion si kuvend. Unë nuk kam qenë në një takim ku është diskutu ndërlidhja pozitës së presidentit me krijimin e qeverisë. Në fakt, pozicionin që unë mbaj, është që këto duhet jenë të ndara. Dhe rrjedhimisht, kur vjen tek koha që duhet i takoj kuvendit të radhës, diskutohet, duhet lexohet me saktësi kushtetuar e Republikës Kosovës dhe kriteret dhe atributet dhe virtytet që duhet i ketë presidenti i vendit. Njëra nga ato është përfaqësimi i unitetit të popullit, do të besoj që duhet reflektojmë thellësisht aty, por e cila duhet ndodhet fillimisht tek parimet dhe pastaj emrat e përveçëm. Unë personalisht gjykoj që aty ka nevojë të diskutohet me një forum më të gjerë e cila nuk përfshin vetëm një subjekt politik. Sepse natyrisht një leadership i mirë parashikon situata. Dhe nëse të gjithë po parashikojnë që mund të ketë krizë sërish në rastin e presidentit, besoj që kjo do duhet ishte shqetësim edhe për ju, për ta shmangur një krizë të mundshme. Andaj, a do të kemi apo jo një krizë në rastin e presidentit? Unë besoj që një leadership i mirë mendon për çdo çështje që mund vi, por po ashtu mendon edhe për cilësinë e figurave që propozon. Keni parasysh që presidentet mund të jenë edhe jo fort presidenciale, siç e kemi pas rastin ne. Edhe shpresoj që ato praktikat më ripërsëriten, po flas për legjitorin e kaluar, ku ka te kalim të autorizime për projekte madhore që shkojnë në dëm të Kosovës. Unë besoj që Vjosa Osmani ka bënë një punë të mirë.